Rezultati I zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit I ka dhënë lëvizjes vendvendosje 57 ullëse në Kuvendin e Kosovës, duke u renditur si forcën kryesore politike, por pa shumicën e nevojshme për të formuar e vetme qeverinë e re dhe për të konstituar Kuvendin. Për këto dy procese kërkohen të paktën 61 vota. Sipas mediave në Kosovë, vendosja nuk pritet të hyjë në një koalicion paraprak me partitë opozitare shqiptare. Strategjia e kryeministrit në detyrë Albin Kurti duhet të është mbështetja me votat e deputetëve të komuniteteve minoritare, serbe dhe jo serbe, të cilat kanë shprehur gatishmëri për bashkëpunim. Një prej këtyre mbështetjeve vjen nga Nenad Rashić, kryetari I Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë nga komuniteti serb, I cili ka deklaruar se ka siguruar një mandat në kuvend dhe se do të votojë formimin e qeverisë së re të njohur si Kurti 3. Gatishmëri për bashkëpunim ka shprehur gjithashtu dhe përfaqësues të Partisë Social-Demokrate të Ashkalinëve, si dhe deputet në komunitetin rom, të cilët janë shprehur të hapur për të mbështetur konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re. Bazuar në këto deklarime dhe për llogaritje lëvizja vetëvendosje duhet pritet të sigurojë rreth 65 vota në kuvend, numri mjaftueshëm për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe për votimin e qeverisë së re të Kosovës, duke hapur rrugë vazhdimësisë së qeverisjes së Albin Kurtit për një mandat të tretë.